Premenopauza është një periudhë tranzicioni që shkon drejt menopauzës. Përgatitore. Dhe kjo periudhë tranzicioni është 2 vjet, 3 vjet, 7 vjet, 8 vjet, 10 vjet. Dhe kjo periudhë menopauzë ka disa shenja, disa simptoma. E para është një nga simptomat kryesore që gratë duhet kuptojnë që janë perimenopauzë, është çrregullimi i ciklit. Vonohet një javë, vonohet 10 ditë, ose vjen cikli 4-6 ditë që ka normën, op i shkon 9 ditë, op i 10 ditë, ose vazhdon 5-6 ditë dhe pastaj shkon me njolla 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë. E para është kjo që ka. E dyta, ka një çdo moment përpara ciklit, 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 6 ditë para ciklit, ka një tensionim gjoksi, ka një sforcim të gjoksit, ka një ndjenjë dhimbshurie, natyrisht jo të këtë gjitha, ka fryrje barku, ka një ndjenjë të luhatjes të humorit, ka një ndjenjë nervozizmi, ka një ndjenjë pak të ankthit, pak të stresit, dhe njëkohësisht kjo gjendje shoqërohet dhe me lodhje, shoqërohet me një pagjumësi, shoqërohet me një mungesë të përqendrimit, harron e bën kështu. Në mesin e 30-ave, kur gratë vishen bukur, me një fustan të bukur, tingëllon perimenopauzë.